Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore është pallur fituesi i kampionatit të futbollit me ekipe të përbëra nga studentë të 4 fakulteteve të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Djemtë e këtij fakulteti kanë mundur në finale Fakultetin e Shëndetit Publik në shifrat 5-1. Për profesorin e futbollit Eqerem Memushi, pavarësisht rezultatit, kjo ndeshje ka qenë tepër e rivalizuar. Sipas Memushit, të dyja ekipet kanë treguar grind dhe nivel në lojën e futbollit. Memushi shpreh tepër i kënaqur që sheh ka shumë të rinj të merren me sport, teksa kjo gjë sipas tij duhet të shërbejë si një mesazh edhe për shumë të tjerë. Me të vërtetë është një finale shumë e bukur dhe kjo më kënaq dhe mua, se më angazhova më shumë për të bërë atë ekipin që ne duam, të krijojmë një ekip përfaqësues të universitetit, qoftë me ekipet me futbollin, por qoftë edhe me këto vajzat e voleybollit që në muajin tjetër do të kenë një kampionat brenda për brenda në Pallatin e Sportit Flamurtari. E kemi konfirmuar pak a shumë se kush do të jetë pjesa e ekipit përfaqësues të universitetit. Mua më që më jepet mundësia këtu në këtë intervistë, po përcjell një mesazh këtyre të rinjve, këta duhet të jenë më shumë pjesëmarrës. Qoftë edhe këtu në këtë ndeshje finale kaq të bukur, thonë duhet të mbështesin shokët e tyre, kolegët e tyre. Dhe në fund fare edhe për veten e tyre të vinë të argëtohen në një ambient shumë të bukur sportiv, këtu siç është kjo fushë, kështu që jep edhe rastin të falenderoj drejtues të klubit dhe në veçanti zotin Idrizi për këtë mundësi që na ka dhënë dhe do na japi gjithmonë sepse është një njerëz që e do sportin, e do rinin dhe i pëlqejnë shumë aktivitetet. Dhe një nga shtycat kryesore ka qenë dhe ai për këto aktivitete e rinis. Pa diskutim do mbetën, ne do të jemi korrent gjithmonë me media. Ne do të kemi akoma janë datën 29 maj kemi konfirmuar maratonën me këtë maraton që do të jenë pjesëmarrë, po thuaj se pjesa më e madhe e studentëve. Gjergji Ljadhi, koordinatori i aktiviteteve studentore, duke bërë një përmbledhje të gjithë organizimit të këtij aktiviteti, tregon se Universiteti i Vlorës është munduar të sjellë një aktivitet me ndeshje futbolli të mirëfillta, të cilat i kanë në përbërjen e tyre të gjitha elementët. Ljadhi ka një falënderim të veçantë për rektoren e universitetit, profesor doktor Aurela Salihaj, si dhe për presidentin e klubit të futbollit Flamurtari, Sinan Idrizi, për kujdesin e treguar për organizimin dhe zhvillimin e këtij aktiviteti. Po, sot është finalja e kampionatit universitar të Vlorës, që zhvillohet midis Fakultetit të Shëndetit dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Dje ishte një ditë shumë e bukur për studentët, një aktivitet dhe argëtues dhe sportiv, ku ndeshen 4 fakultetet, Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Shëndetit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe i Shkencave Humane. Pas rezultateve dje, në ditën e djeshme, Fakulteti i Shëndetit fitoi me Fakultetin e Shkencave Humane, ndërsa Shkencat e Natyrës fituan me Fakultetin e Ekonomisë. Dhe sot bëhet finalja. Shikojmë që ka goxha atmosferë të bukur, studentët kënaqen dhe ne i mbështesim në çdo aktivitet të tillë si dhe juve bashkë. Arbitër patjetër është profesor Eqerem Memushi, se jemi të dy kolegë në universitet dhe merrem me aktivitetet e studentëve dhe siç e shikoni dhe studentët pjesëmarrës këtu duke u argëtuar me studentë dhe student bashkë. Nuk është e padiskutueshme që rektori i Universitetit Aurela Salihaj ka një mbështetje shumë të madhe për studentët e Universitetit Ismail Qemali. Duhet të falenderojmë presidentin e Flamurtarit zotin Sinan Idrizi për këtë ambient kaq të bukur dhe sportiv që na e lejon që të ne të zhvillojmë këto aktivitete kaq të bukura sportive. Të kënaqur shfaqen edhe të rinjt, studentë të Universitetit të Vlorës, të cilët këto aktivitete i kanë bërë bashkë. Fabian Elezi, pjesë e Këshillit Studentor, i shet të tilla organizime si një arritje e Universitetit të Vlorës pas një pune të palodhshme prej organizatorëve. Atëherë është një aktivitet shumë i arritur. Besoj se strukturat e Universitetit Ismail Qemali kanë bërë një arritje shumë të madhe me këtë aktivitet. Unë jam pjesë e Këshillit Studentor, gëzoj që është bërë ky aktivitet dhe duket që është një finale shumë e zjarrt dhe e arritur. Qenë sporti, merresh me sport? Patjetër që po në këtë moment kam lënë lojtarët që duhen në fushë dhe për të merituar finalen dhe fitoren, patjetër.